Besimtarët musliman në Kosovë dhe në mbarë botën nesër do ta festojnë Kurban Bayramin. Me rastin e kësaj feste, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Nejm Efendi Tërnava, ka uruar besimtarët musliman. Në mesazhin e tij ai tha se kjo festë vjen pas përfundimit të haxhit, njërit prej 5 shtyllave të Islamit, duke shtuar se Kurban Bayrami bart mesazhe dashurie, paqe, solidariteti dhe respekti për njëri tjetrin. Kjo natë e bekuar na rikujton madhështinë e besimit, fuqinë e sakrificës dhe vlerat që e mbajnë të fortë familjen, shoqërinë dhe kombin ton. Kurban Bayrami lidhet ngushtë me adhurimin më madhështor të haxhit, me qëndrimin në Arafat. Sot është dita kur miliona besimtarë nga mbar bota bashkohen në lutje për ulësi dhe kërkim faljeje para krijuesit në rrafshnaltën e Arafatit. Qëndrimi i cili na mëson barazinë mes njerëzve, pastërtinë e zemrës dhe nevojën për të kthyer gjithmonë tek paqja, drejtësia, mëshira e solidariteti. Andaj në këtë natë feste e reflektimi, mesazhi i Bayramit bëhet edhe më i fuqishëm kur ne zgjedhim paqen para urrëties, dialogun para konfliktit dhe humanizmin para interesave që sjellin shkatërrim. Sakrifica dhe solidariteti që simbolizon kjo festë na ftojnë të mos heshtim përballë padrejtësisë, por të lutemi dhe të angazhohemi për një botë më të drejtë, më njerëzore dhe më të sigurt për të gjithë. Miftiu Tërnava po ashtu theksoi se festa e Kurban Bayramit shoqërohet me sakrificën e besimtarëve musliman, të cilët thirrën kurban për hir të krijuesit. Kurbani na kujton se njeriu fiton vlerë kur di të ndajë nga vetja për të tjerët, kur ndihmon nevojtarin, kur afron zemrat dhe forcon solidaritetin mes njerëzve. Zoti i Madhërisëm thot: me të vërtet, ne ty kemi dhënë ty begati të shumta, andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe prej kurban. Të nderuar vëllezër e motra, sot më shumë se kurrë kemi nevojë të ruajmë traditat tona më të mira, të forcojmë familjen si themel të shoqërisë dhe të kultivojmë respektin, dashurinë dhe kujdesin për njëri tjetrin. Bayrami është festë që bashkon gjenerata, hap dyert e zemrës dhe rikthen vlerat e mirësisë, faljes dhe mirëkuptimit. Në këtë mesazh Miftiu Tërnava, duke ju referuar zgjedhjeve të vendit më 7 qershor dhe fushatës elektorale, bëri thirrje që qytetarët të mos përçahen, ndërsa partitë politike të jenë të bashkuara për të mirën e vendit. Ceremonia qendrore e Kurban Bayramit bëhet në xhaminë e madhe në Prishtinë. Bashkia Islame e Kosovës, me rastin e kësaj feste, ka organizuar thirrjen e përbashkët të kurbanëve, ku besimtarë nga vendi dhe diaspora i janë bashkuar këtij organizimi përmes porosive në platforma online, si dhe në xhamitë më të afërta në gjithë territorin e Kosovës. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.